Mirëmbrëma të gjithëve. Çfarë kënaqësie, çfarë energjie. E shtuar madje sot. Sot kemi ardhur posaçërisht për një takim me rinin vlonjate dhe e them me plot gojën sot, ndoshta nga herët e vetme deri më sot që me përfaqësinë e gjithë rinis të Vlorës, sepse sinqerisht sot jemi më të plotë se asnjëherë tjetër. Dhe menduam që bashkë me ju, që në fakt ju jeni e ardhmja, ne të prezantojmë edhe ekipin e Partisë Socialiste me kandidatët për zgjedhjet e 11 majit dhe menduam që paraqisim kandidatët cilët kandidojnë për herë të parë. Dhe mund t'ju them që nga 16 kandidatë që kandidojnë për herë që kandidojnë në listën e Vlorës nga Partia Socialiste, 13 plus unë, s'kam qenë ndonjëherë në Vlorë, është hera parë që vi dhe unë në Vlorë, janë të rinj, pra të hyrë rishtas në listën e deputetëve të Partisë Socialiste. Është një listë gjithë përfaqësuese me një balancë të shkëlqyer gjinore, moshore, profesionesh dhe pa diskutim që është një listë jo thjesht për të përfaqësuar interesat e ngushta të një partie, qoftë kjo dhe një parti e madhe siç është Partia Socialiste, por për të përfaqësuar të gjithë shoqërinë vlonjate. Dhe sigurisht që do jetë një listë që do garantoj edhe rrugtimin ton 4 vjeçar në këtë mandat që do marrim, mandatin e 4 qeverisës të Partisë Socialiste, këtë rrugtim që është nga rrugtimet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, sepse është një rrugtim që më në fund do ta çojë Shqipërinë dhe do ta bëj pjesë të Bashkimit Evropian. Ëndrrën shekullore të parëve tanë, ëndrrën e prindërve tanë, ëndrrën tonë, ëndrrën tuaj që e ke në realitet. Unë nuk dua të zgjatëm shumë sepse kam bërë edhe paradite sot bashkë me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste kemi bërë një prezantim të kandidatëve një për një, po dua të ftoj pa humbur kohë këtu pikërisht kandidatët që kandidojnë për herë të parë në listën e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Pa humbur kohë, me radhë dua t'i ftoj këtu dhe po e marr sipas skedës që kam, e para është, ju e njihni të gjithë, drejtoresha e shkëlqyer në gjithë këto vite e spitalit, Brunilda Mersini, hajde Bruna. E pason një djalë vlonjat 24 karat, Klevis Kaso. Pastaj vjen një përfaqësuese një komuniteti shumë të rëndësishëm edhe të nderuar, Ina Majko nga Delvina. Pastaj vjen ajo më e freskëta e skuadrës që sapo ka ardhur nga 18 vite në Amerikë, që është sot edhe pedagoge, Mjaftesa Sulaj apo Tesi. E pason dekania e Tesit, që ju e njihni të gjithë, që është Zamira Sinaj. Dhe pastaj përfaqësuesi i komunitetit Çam, ti komuniteti kaq të rëndësishëm që ka bërë shumë për Vlorën, Endri Hyseni. Dhe një socialist i vjetër, por shumë energjik, Gjergji Mërkuri nga Saranda. I cili po vjen ndërkohë na bashkohet. Pastaj është një pedagoge që ka aderuar në Partinë Socialiste që 18 vjeç dhe ka qenë këtu me ju në gjithë këto vite, Evi Sallushi.
Një socialiste tjetër, por shumë kritike me ne socialistët, sot bëhet pjesë e ekipit për ta parë nga brenda të gjithë përpjekjen tonë për Shqipërinë Europiane, Eriona Ismaili. Pastaj vjen një administrator i shkëlqyer që sot është në rolin e ministrit mbrojtjes Piro Vëngu. E pason një djalë tjetër, një delvinjot që të gjithë e njohin për çam, po në fakt është delvinjot, por për shkak pikërisht të gjithë qëndrimeve që ka mbajtur publikisht për çështje të rëndësishme të shqiptarisë, Sardit Bido. Dhe i fundit, por jo për nga rëndësia, është një mjek i shkëlqyer, një biznesmen jashtëzakonisht i suksesshëm në gjithë to vite tranzicioni, që nuk është e lehtë të bësh biznes në vite tranzicioni, është doktori dhe themeluesi Intermedicas, doktor Varsil Lajo, edhe ai pritet vi nga momenti në moment. Kështu që kjo është buqeta e bukur për... Po, ju kërkoj shumë ndjes, edhe është një gabim që s'duhet ta bëja, sepse së fundmi është, do thras këtu në skenë atë që ka lindur socialiste. Askush tu s'ka lindur socialiste. Ajo ka lindur socialiste, Briseda Çakërin. Ky pra është ekipi që do përfaqësoj Partinë Socialiste, por jo vetëm, jam i bindur që është ekip që përfaqëson shoqërinë vlonjate për zgjedhjet e 11 majit. Ashtu siç e meriton Vlora, siç e meriton Shqipëria Europiane e 2030-s. Dhe pa diskutim që ka një dhe vetëm një që është arkitekti i kësaj Shqipërie, i Shqipërisë Europiane 2030. Dhe unë dua të ftoj kapitenin e gjithëve ne, kryeministrin, kryetarin e Partisë Socialiste, Edi Rama. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Vjen shumë mirë që jam këtu sot, edhe nuk ja u fshet dot që arsyeja e veçantë pse më vjen shumë mirë është që këtu sot nuk jemi vetëm ne që jemi mësuar të jemi, po jemi edhe me disa që s'jemi mësuar të jemi, që është Sara dhe shokët e saj, dhe dua t'i falenderoj që na janë bashkuar në këtë përpjekje që siç jam munduar ta përsëris, është një përpjekje përtej të gjitha atyre që janë temat e një fushate të zakonshme elektorale, sepse në 11 maj ne kemi në dorë fatin historik të shfrytëzimit të një mundësie reale për të bërë antar të Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade dhe me mandatin e kadrit të Partisë Socialiste për të përfunduar negociatat e antarësimit dhe për t'ju dhënë të gjithëve ju pasaportën e BE-s. Vaso, sigur ta hiqja të partesyn se nuk bie shi këtu, shiu është jashtë. Vaso është deputeti ynë nga minoriteti grek, edhe përtej kësaj është
greku më i mirë që unë kam njohur deri tani. Shumë i mençur, shumë i zoti, edhe është krenari për ne që e kemi këtu në skuadrën tonë. Ashtu si kundër është krenari për ne që kemi gjithë këtë përfaqësi të larmishme të Vlorës edhe gjithë qarkut Vlorës. Unë dua t'ju them shumë sinqerisht që më shumë se asnjëherë në këto vite, të paktën për nga përmbajtja e vetë, kjo është një fushat dhe këto janë një palëzgjedhje ku votuesit e parë, ku ata që kanë fatin të jenë më të rinj në moshë, më të reja në moshë sot, janë të interesuarit e parë, duhet të jenë të interesuarit e parë për rezultatin e 11 majit. Sepse realisht janë bashkuar për herë të parë ylli i fatit ton me yllin e fatit të Bashkimit Evropian. Dhe nuk jemi vetëm ne, që si gjithmonë kemi ndërruar, kemi dashur, kemi bërë të gjitha përpjekjet për të qenë pjesë e familjes bashkuar Evropiane, por sot, për arsye që nuk lidhen vetëm me ne, por që lidhen me ata vetë, janë dhe ata antarët e asaj familje që duan që ta marrin Shqipërinë sa më parë në Bashkimin Evropian. Dhe është shumë e rëndësishme që ta kemi mirë parasysh se për çfarë flasim, sepse nuk duhet shumë njohuri për historinë e Bashkimit Evropian për të parë që në periudha ndryshme të kohe Bashkimi Evropian ka pasur sjellje ndryshme ndaj idesë zgjerimit të familjes. Ka pasur periudha, momente kur zgjerimi ka qenë një plan strategjik i ekzekutuar me shpejtësi, ka pasur kohë, siç ka qenë koha që na ka qelluar ne në këtë periudhë, kur zgjerimi për një moment të gjatë është lënë në plan të dytë. Madje, Komisioni i mëparshëm Evropian, ai përpara se sa të vinte Ursula von der Leyen me Komisionin e ri, e hoqi fare zgjerimin nga agenda, deklaroi që në 5 vite nuk do ketë zgjerim, edhe bëri një frenim të përgjithshëm të procesit. Sot, për arsye gjeopolitike që janë përtej nesh, Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian duan të marrin në familjen e tyre antarë të rinj. Tani juve me siguri dëgjoni, siç dëgjoj dhe unë, po mbase edhe midis jush ka nga ata që thonë, po mirë çfarë do më thonë kjo tani, 12 vjet ne nuk arritëm dot, pse do arikemi tani? Si nuk mjaftuan 12 vjet? Dhe për këtë ka shumë gjëra që mund të thuhen, por për të mos ju lodhur, duhet i referoheni faktit që Mali i Zi, i cili sot është në të njëjtën pozitë me ne, i ka filluar negociatat në vitin 2012. Keni parasysh që ne zyrtarisht negociatat i kemi filluar vjet. Na kanë vonuar 3 vjet rresht, sepse Komisioni Evropian thoshte Shqipëria është gati të japi negociatat sepse i ka bërë detyrat, dhe Komisioni Evropian është qeveria e Bashkimit Evropian. 27 vendet anëtare që janë në një farë mënyre, po themi kuvendi i Bashkimit Evropian, nuk arrinin do të binin të gjithë në një mendje dhe dilte Hollanda, thoshte jo se ka dhe ca gjëra tjera. Në fakt Hollanda s'kishte afare hallin ton, apo s'kishte lidhje fare me çfarë kemi bërë ose jo ne, por kishte hallin e zgjedhjeve atje në Holland dhe i duhej që të sillej ashpër me idenë e zgjerimit. Pastaj ndodhi historia e Imarës, ju e dini, pati një tjetër bllokim nga fqinjët për të arritur në momentin kur u zhbllokua gjithçka dhe u hap rruga. Tani kjo rrugë që është hapur, kjo mundësi që është hapur, kjo derë që është hapur, nuk do rri hapur aty pafundësisht, mund mbyllet.
mund të mbyllet dhe pastaj mund të duhen prapë edhe 10 vjet tjera. Mos harroni që Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për antare e Bashkimit Evropian në vitin 2005. Në vitin 2005, kur me siguri disa nga ju këtu s'kishin lindur akoma. Dhe sot është mbrapa nesh, nuk i ka hapur akoma negociatat. Sepse historia e antarësimit është një histori sa e bazuar mbi çfarë bën ti, aq edhe bazuar mbi çfarë duan dhe kur e duan dhe si e duan ata. Dhe sot Shqipërisë janë bashkuar këto të dyja. Sot ne kemi një kalendar të dakordsuar me ata për të mbyllur negociatat në 2027. Dhe do të jetë hera e parë në historinë e integrimit që një vend në 3 vjet fillon dhe mbyll negociatat. Kroacia, që është një rast nga më të shkëlqyerit, mori 7-8 vjet. Prandaj ne nuk duhet ta humbim këtë moment. Çfarë do të thotë që të mos ta humbim këtë moment? Se dikush mund të thotë, po mirë, çfarë rëndësie ka kjo se kush fiton këtu edhe për kë votojmë ne. Në fundit, dhe këtu jam dakord, të gjithë partitë politike në Shqipëri duan antarësimin. Nuk kemi ne parti politike që thonë na jepni votën se ne do shkojmë nga Rusia. Është e vërtet. Por është po kaq e vërtet që negociatat, për shkak se janë ngushtuar në kohë 3 vjet, janë kaq intensive, janë 1000 vetë që merren çdo ditë. Çdo ditë. Çdo javë, dy ministret tona që merren me negociatat, ulen përballë atyre në Bruksel dhe japin llogari, jo çau bë vjet, po çau bë javën e kaluar. Fush për fush, janë 40 skuadra negociatore. Tani, nëse në 11 maj Shqipëria i jep Europës mesazhin popullor që ne e kemi të qartë se çfarë duhet bëjmë deri në 2027 dhe duam të jemi në Bashkimin Evropian me një shumicë që del nga kutia e votimit, që është një shumicë që bën përshtypje, që bën presion mbi ta pozitiv, kjo është një gjë. Po nëse Shqipëria jep një mesazh që populli këtu merret me mustaqe dhe kujtim gjuzit, edhe njerëzit këtu disa nuk e kanë shumë problem të gjë, se ca thonë, po ne kemi pasaportën europiane. Jo, mos keni pasaportën europiane. S'kemi ne pasaportën europiane. Ne kemi pasaportën shqiptare që na jep lirinë të lëvizim në Europë. Por nuk na jep lirinë të ndalojmë në Europë. Kush do të ndaloj atje, duhet shkoj të kërkoj azil. Ndërkohë që kur ke pasaportën e BE-s, siç e kanë të tjerët, dhe nuk numërohen ata kur lëvizin, sepse ata lëvizin brenda shtëpisë vet. Atëherë, nëse mesazhi është, nuk është fjala këtu që ja fiton as fiton Partia Socialiste, se Partia Socialiste por mesazhi është atëherë ne jemi më të dobët atje. Dhe patjetër që ndryshimi mes pasaportës që ne kemi dhe asaj që marrim kur futemi në BE është si dita me natën. Sepse në momentin që ne marrim pasaportën, që Shqipëria antarësohet në BE, dhe çdo shqiptar merr pasaportën e BE-s, në atë moment Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja. Dhe BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Të shkosh sot nga Vlora në Berlin, mund shkosh patjetër. Pret biletën, shkon. Por kur të hysh atje në Berlin, do thonë, ku po shkon? Sa lekë me vete? Kush s'ka ftuar? Sa do rish? Edhe pastaj vjen edhe pyetja e mërshme, ti pa hyrë akoma, thotë, kur do ikësh? Ndërkohë që me pasaportën e BE-s nuk kalon fare aty ke polici. Po kalon ke ai tuneli i yjeve, edhe futesh thjesht duke treguar ja ku është pasaporta. Aty shkruan
Republika e Shqipërisë, Bashkimi Evropian. Po nuk është vetëm çështja që futesh. Çështja është që ti mund të qëndrosh aty sa të duash. Ti mund të shkosh të trokasësh siç mund dalësh në Vlorë këtu, të shkosh trokasësh në për biznese për të kërkuar një punë, atje mund të shkosh trokasësh në për biznese për të kërkuar një punë me ato pasaportë, dhe askush thot nga je, po si erdhe, po ke lek, po s'ke lek, po kur do rish, kur do ikësh, po ke letra, s'ke letra, po si do gjejmë letrat. Sepse pasaporta është në të njëjtën kohë dhe leje qëndrimi pa afat, kudo. Dhe kështu ti nuk je i detyruar që me SESB-n të qëndrosh, si që ndodh shumë të rinjve fatkeqësisht që për të qëndruar me SESB-n shkojnë dhe lidhen edhe me rrjetet e krimit. Ti mund të kthehesh prap, nuk e gjetë një mundësi, kthehesh prap. Larg qoftë të ndodh që të kesh një problem shëndetësor. Po të kesh një problem shëndetësor, sot me atë lëvizjen e lirë, po pa leje qëndrimi, është kaq e vështirë dhe është kaq e shtrenjtë sa që do t'i referohesh çajit me mjaltë dhe me hudhra në vend se të shkosh në spital. Kurse me pasaportën e BE-s, ti kudo që t'jesh, shkon në spital, trajtohesh njësoj si një qytetar i atij vendi dhe ke kartën e sigurimeve shëndetësore të Bashkimit Evropian, që do të thotë që e merr shërbimin atje siç e merr një qytetar i vendit dhe rimbursohesh për ilaçet apo për çfarë do qoftë tjetër si qytetar i BE-s. Dhe është shumë e rëndësishme. Pastaj ne sot kemi kërkesa pafundme, për shembull nga shqiptarët në Greqi, që kanë tani merakun që t'u njihen pensionet si që njohen atyre në Itali. Pra ta në Itali, vetëm nga momenti që u bë marrëveshja e parë, deri në momentin që u bë ligji final, u deshën ja 2 vjet. Pa llogaritur negociatat e pafundme, edhe pa llogarit faktin që sikur mos lindte ajo dashuria me shikim të parë me motrën atje në Rom që erdhi dhe në Vlorë, mund mos ishte bërë fare marrëveshje, që t'jemi të qartë. Ndërkohë që me pasaportën e BE-s, momentin që marrin pasaportën e BE-s, të gjithë shqiptarët që janë në Greqi apo kudo qoftë, menjëherë fitojnë të gjithë të drejtat që kanë grekët në Greqi dhe të tjerët kudo qoftë, dhe menjëherë jo vetëm ju njihen pensionet, po dhe pensionet bëhen të transferueshme sepse janë qytetar të njëjtit organizëm. Dhe është eksakt njësoj si të shkosh nga Vlora në Shkodër, të shkosh nga Shqipëria në Portugali, apo si të shkosh nga Korça në Kukës, të shkosh nga Shqipëria në Poloni ose në Spanjë. Njësoj. S'ka kufi, s'ka asnjë lloj dallimi fare. Tani kjo, a mund të vihet në diskutim kjo tani për grupin folklorik të Leskos këtu në Vlorë? Jo po se ne jemi kështu se gjyshi, për çfarë rëndësie kanë këtu? Unë besoj shumë që sigur stërgjyshrit apo gjyshrit që kanë vajtë në atë botë dhe kanë varet e tyre dhe ndjes paqin të gjithë, qoftë ata që kanë luftuar nga një krah, qoftë ata që kanë luftuar nga një krahu tjetër, po të kishin mundësi të na thoshin sot se çfarë do bënin ata, me siguri që ata do t'i linin më janë për këtë moment të gjitha dallimet e tjera, do thoshin BE-ja është e para tani, sepse duke u futur në BE, shqiptarët heqin përfundimisht mbas 500 vjetësh të qenit milet i dorës dytë në këtë kontinent dhe bëhen të barabartës barabartësh me të gjithë ata që deri dje i kemi parë nga poshtë lart, edhe që deri dje na kanë parë nga lart poshtë, po jo vetëm na kanë parë nga lart poshtë, po dhe na kanë trajtuar si qytetar dorës dytë. Kështu do thoshte gjyshit. Në 91-92 këtu u përmbys sistemi. Dhe u bën zgjedhjet. Dhe një shumicë shumë e madhe shkoi votoi PD-n. Nuk ishin të gjithë me PD-n dhe jo të gjithë
kishin simpati, por PD-ja në atë kohë ishte e vetmja forcë që gjendej në vendin e dur dhe në kohën e dur. Të tjerët ishin jashtë kohës. Dhe me atë vot, shqiptarët nuk vendosën që të votojnë për një parti dhe jo për një tjetër. Shqiptarët vendosën që t'i vënë vulën të qenit në një sistem të ri dhe jo në një sistem të vjetër. 11 maj është shumë i ngjashëm, sepse në 11 maj shqiptarët duhet vendosin duan të hynë në BE tani, apo duan të hedhin duhet hedhin zarat në këtë tavlën e lojës politike dhe të rrezikojnë që dera të mbyllet dhe të mbeten jashtë BE-s kush e di sa vjet tjera. Ky është vendimi. Tani, nëse duan të hynë në BE, nuk duhet të jenë domosdoshmërisht socialist. As duhet bëhen me patjetër socialist, larg qoftë se duhet bëhen gjithë socialist këtu në këtë vend. Por aty te pesa, trak, është investimi i votës për Shqipërinë dhe për pasaportën. Nuk ndodh, kuptoheni këtë gjë. Nuk ndodh dot që dikush tjetër dhe disa të tjerë ta bëjnë të njëjtën vezë tani. Nuk e bëjnë dot. Dhe sikur 6 muaj të futet në konfuzion gjithë ky muhabet, hiku mundësia. Hiku. Nuk e dim nëse çfarë ndodh me Rusinë, me Amerikën, me Kinën, me BE-n, me të gjitha, dhe ne jojnë caktuar ata më thonë lëri një herë tani këta, se kemi ca halle tjera më të nda, siç e kanë thënë në të shkuara. Është hapur dera, ne duhet të hyjmë aty. Dhe juve, dhe të gjithë vlonjatët, që e kanë instiktin e historisë shumë të zhvilluar dhe që janë rritur buzdetit, u hap koha, do hidhesh në det, se po nuk u hodhe në atë moment, nuk i dihet kur të vjen. Tani, ka edhe dy gjëra të tjera, pa e mora vesh tani se këtë fishkëllimin e zgjatur këtu në Vlorë e keni të tmerrshme. Është një, nuk e di, është Këta janë talentet e pasbuluara të operas. Janë Luciano Pavarotti dhe Vlorës, që dikur u bën skafist, tani janë operator turistik. O Zot. Tani, edhe dy gjëra tjera, nuk dua t'ju lodh, po edhe dy gjëra tjera. E para, pse na duhet në BE-ja përtej kësaj pjese që është shumë e thjeshtë, shumë konkrete, dhe për ju është edhe më konkrete, sepse cili do që do të shkoj të studioj sot në BE, është i huaj. Edhe duhet futet te kuotat, dhe nëse merr një të drejtë studimi, duhet paguaj ekstra, ndërkohë që nëse ti je në BE, shkon studion ku të duash, dhe kur shkon atje, nuk ke asnjë detyrim ekstra, krahasimisht me studentët që janë atje. Pra nëse në universitet, në Francë, francezët, në universitetet publike, nuk paguajnë, dhe kanë një tarif për 1, 2, 3, ti e shqiptar shkon atje, nuk paguan dhe ke një tarif eksaktësisht për 1, 2, 3. Ndërkohë që sot që si e BE, e ke shumë më të vështirë atje. Po përtej kësaj, janë 2 çështje themelore që shqiptarët i kanë pasur gjithmonë hallin më të madh, si kombë, si popull, pastaj edhe si shtet. Lirinë individuale dhe barazim para ligjit. Këto të dyja kanë qenë problemi ynë më i madh. Dhe në ndërkohë, përkatësinë tonë ndaj Europës, ne e gjejmë të gjithë herojnë tanë. Kur Skënderbeu i vuri kufirin këtu, perandorisë, nuk kishte BE atje.
Por ama, Skënderbeu i vuri gjoksin lindjes dhe praktikisht mbrojti perëndimin për gjithë vitet që qëndroi aty dhe prandaj edhe e kurorzuan si atletin e Krishtit, atletin e perëndimit në atë kohë. Rilindasit tanë nuk kishin bëhe kur thoshin dielli lind andej nga perëndon, por ama i thoshin shqiptarëve andej është rruga. Dhe deri tek gjithë rinia që doli në shesh e duam Shqipërinë si gjithë Europa, nuk shifte bëhen, shifte një gjë tjetër që lidhe me lirinë. Dhe hap pas hapi u lidh gjithmonë më shumë me barazinë para ligjit, dhe ajo që ka torturuar Shqipërinë dhe i ka torturuar shqiptarët tu, ka qenë që s'ka pas asnjëherë një ndjesi të qartë barazie para ligjit. Tani, sot ne jemi në kushtet kur po shohim fillimin e një epoke të barazisë para ligjit. Se barazia para ligjit nuk është kur dy veta që nuk i njeh njeri dhe që nuk kanë asnjë fuqi shkojnë te gjykatësi s'ka asnjë interes tjetër veçse ta mbylli shpejt e shpejt edhe aty mund t'i japi drejt njërit, atij që ka drejt. Barazia para ligjit është kur i dopti me të fortin shkojnë atje dhe gjykatësi i trajton në mënyrë të barabartë. Barazia para ligjit është kur, siç një qytetar që shkel ligjin shkon para drejtësisë, edhe një përfaqësues i lartë i pushtetit politik shkon para drejtësisë. Ne nuk e kemi pasur kurrë. Sot, për herë të parë, që nga koha kur Ismail Qemali ngriti flamurin jo larg nga këtu, ne kemi njerëz të lidhur me pushtetin politik, qoftë në qeveri, qoftë në opozit, që thirren nga prokuror të pavarur, e pa dëgjuar ndonjëherë, dhe që gjykohen nga gjykatës pavarur, dhe që nuk ka asnjë forcë jashtë forcës tyre që mund t'i ndalojë. Altin Dumani ka qenë këtu, nuk e kemi sjell ne nga hëna. E nxori procesi në krye të Spakut. Ka qenë nuk e di sa vite prokuror. Keni dëgjuar ndonjëherë ju që Altin Dumani thrasi në një zyrtar të dorës tretë e ti thot, hajde këtu, çka ke bër? Nuk e keni dëgjuar. Këtu janë vrarë njerëz, këtu janë hedhur në erë njerëz, këtu kanë ndodhur skandale nga më të mëdha. Nuk keni dëgjuar ndonjëherë që është një Altin Dumani në Tiranë ose është një prokurori në Tiranë që i thiri këta. Përkundrazi, mbase juve keni qenë të vegjël, por kur këtu janë vrarë njerëz në protest, i pari i qeverisë atëherë i dha urdhër policisë, i tha mos i zbatoni urdhrat e prokurorisë. Prokuroria nxori urdhër për të ndaluar një 3 persona nga policia, i pari i qeverisë tha nuk keni për të fare as mos si, edhe nuk u zbatuan urdhrat. E imagjinoni sot ju që unë të dalë dhe të ndaloj ekzekutimin e urdhrave të prokurorisë të Altin Dumanit të Spakut? Nuk e imagjinoni dot. E dini pse? Vetëm për një arsye dhe për asnjë arsye tjetër në këtë botë dhe në këtë vend, sepse ne, unë dhe Partia Socialiste, e kemi ndarë mendjen që këtij vendi t'i japim një drejtësi të pavarur. Dhe jemi ne që kemi ndërmarrë reformën drejtësi, nuk e kanë ndërmarrë amerikanët, as europianët. Jemi ne që kemi shkruar në program përpara se të vinim në qeveri, dhe kur disa aty brenda ne shtoshin, po si do shkruajmë në program se kjo do më shumë vota se votat që do marrim ne s'do marrim 94 vota të ndryshojmë kushtetutën, ne s'do marrim 84 vota të ndryshojmë ligjet. Unë i thosha do ta shkruajmë se ne duhet në radh parë ta fusim mirë në kokën tonë dhe ta besojmë vetë 100% që ne jemi forca që do ta hapim këtë rrugë. Është i hysh detit në këmbë, po do t'i hym detit në këmbë se s'ka rrugë tjetër. Nëse nuk bëhet këtu barazia para ligjit, jo që ne nuk futemi kurrë Bashkimin Evropian, po ne nuk bëjmë kurrë prokopi këtu. Dhe ja ku jemi sot.
reforma u bë, na mbështetën patjetër amerikanët, na mbështetën europianët, ata që i kishim dhe i kemi përballë ishin kundër, dhe sot çfarë ju thon juve? Juve. Çfarë i thon populli? Na jepni votën në 11 maj, në 12 maj do shkrim spakun. Pra, institucioni që ka lindur për të fuqizuar idenë e barazisë para ligjit, pavarësisht lajthitjeve të tyre, se kanë dhe ata lajthitjet e tyre, por janë të pashmangshme, sepse është një gjë e re, nuk është aty i sigurt. Varet kush qeveris. Nesër mund të çmendet Partia Socialiste. Ju nuk e dini, ne nuk e dim. Kalojnë 4 vjet, kalojnë 5 vjet, kalojnë 6 vjet, vjen një tjetër thotë, jo më çana duhet ne kjo drejtësia, kthehemi prapë aty ku ishim. Sepse që nga lindja e shtetit shqiptar dhe deri përpara pak vitesh, shpatën që e ka dorë drejtësia në çdo vend për të bërë ndëshkime e mbante kryetari që aty te zyra ime ka qenë shpata. Që kur ka lidhur qeveria. Aty ke zyra. Nga se mbretëri, se komunizëm, se demokratur, shpata ka qenë aty. Dhe prandaj edhe i burgosuri i fundit politik në Shqipëri, se dëgjova njërin i thoshte i burgosur politik është ky Babalja. Ky Babalja. Ai është gallat pastaj, po i burgosur i fundit politik, jo Babalja i madh i legjendari i Vlorës që vajtëm atje në radhim edhe i pam atë pikën ku ishte simboli me peshku, Babalja kapiteni i madh. Jo Babalja i madh. Flasim për këta. Lozhurat, si thonë në Skel. Fatos Nano. Pse? Sepse shpata ka qëndruar në dorën dhe ajo shpat ka bërë që mos ketë procese, mos ketë hetime, mos ketë asgjë, se rritë shpata e të pari qeverisë mbi kokën e të gjithë. Sot atë shpatë ka drejtësia. Dhe ne këtë gjë e kemi bërë të vetëdijshëm që duke dorëzuar shpatën, patjetër që kemi vënë dispozicion edhe trupin. Se në fundit ajo shpatë është në radhë parë për të ndëshkuar më të fortët, për të ndëshkuar ata që abuzojnë me pushtetin e tjerë e tjerë. Dhe prandaj, të gjitha tyre që thonë socialistët janë të gjithë në përburgje, ju them e para, na marrin të keqen për një arsye shumë thjeshtë, se ata që janë para drejtësisë mund të jenë sa gishtat e dorës. Kurse ne që luftojmë për drejtësinë, në 11 maj mund të bëhemi ndoshta edhe 1 milion. Dhe ne jemi të vendosur në këtë pikë. Ama në qoftë se futemi në BE, një gjë është shumë e sigurt. Nuk kam forcë këtu brenda që lëviz më nga themeli që të gjithë janë barabartë para ligjit, sepse futemi në një familje ku si jemi më vetëm, në një familje ku jemi të varur, si që jeni shumica juve të varur akoma nga prindrit, dini shumë mirë, që në qoftë se prindrit juve ju mbyllin derën, ju ndërpresin financimin, s'ka më xhel në përflok këtu. Si fillim, ikën xheli. Gjithë to flokët shu si ndërtim pa leje, ikin. Edhe legalizohet komplet forma e kokës. Sepse vareni prej tyre. Edhe kështu është edhe për të gjitha vendet e BE-s, jo vetëm për vendet e vogla, por edhe për vendet e mëdha. BE-ja është një familje ku liria individuale 1, barazia para ligjit 2 dhe standardet e bashkëtesës me liri, konkurrence, merit e tjerë nuk negociohen për askënd. Ama BE-ja është një vend ku kur hyn është tamam si ju ku shkoni në shtëpi. Për ne. Është e ndarë në 2 kategori, janë kontribusit, që janë prindrit atje, si prindrit tuaj, Gjermania, Franca, Hollanda, që janë më të pasurit, më të zhvilluarit, më të fortët, që japin para. Ata më shumë japin se marrin nga BE-ja. Por atyre BE-ja ju duhet, sepse është një hapësirë e madhe tregu. Dhe janë vendet si ne, që janë përfituesit. Në momenti që ne hyjmë atje, ne do na japin para, përveç gjitha tjera. Dhe po ju jap 2 shembuj. Në të gjitha këto vite,
ne BE-ja na ka mbështetur me pak më shumë se 1 miliard euro në total, gjithë të vite. Në momentin që hyjmë BE, ne do marrim më shumë se 1 miliard euro në vit. Po ju jap të dytën shembull bujqësinë. Në gjithë të vite, nga BE-ja, ne kemi marrë mbështetje për bujqësinë më pak se 200 milion euro, gjithë të vite. Në momentin që hyjmë në BE, ne marrim 300 milion euro në vit. Dhe ju kujtohet, besoj, kur ra Covidi, gjithë ata që jetonin në Greqi, ose ata që kishin të afërm Greqi, thoshin Greku jep kaqe, Greku jep aqe, po ju pse s'jepni, Greku s'jep të asgjë, në fakt, ato jep të BE-ja. Sepse në atë familje, momentin kur ndodh diçka, një pandemi, një krizë, çfarëdo, një zjarr, vjen në lëvizje gjithë familja. Dhe hapet arka edhe shpërndahen lekët, ekstra. Pra duke hyrë në BE ne kemi një buxhet ekstra. Nuk jemi vetëm me buxhetin ton, nuk jemi vetëm me kredit që marrim, nuk jemi vetëm... Kështu që përshpejtohet gjithçka siç është përshpejtuar për vendet që kanë hyrë në BE. Kjo ishte fjala ime sot për BE-n. Tani, kam edhe një gjë të fundit. Duhet ta them këtu me ju. Mbrëmë unë kam pasur një nga ditët më të këndshme të jetës time politike, sepse më kanë ftuar për darkë një grup rreth 100 të rinj dhe të reja të FRPD-s. Dhe i thash, më ftuan për darkë shumë e mirë, i thash, e kuptoni sa mirë jetohet në Vlorë që dhe ju që jeni në opozitë, që sa mirë që jetoni. Po për te i shakas, duhet të them këtë. E para njerë, i falenderoj për kurajon që në një moment caktuar dhe ka që të rëndësishëm si ky, panë pikërisht eksaktësisht atë gjën që them unë që duhet shohin gjithë sot. Ata nuk u bën socialist dje, në base nuk bën asnjëherë socialist dhe nuk ka si problem. Por dje ata erdhën dhe bashkë me Zyshën, Zamirën, thanë që ne duam ta investojmë votën tonë tek Partia Socialiste në 11 maj. Pra, i falenderoj për kurajon, shpresoj që këtë shembull ta marrin tjerë. E dyta, ju kërkoj ndjes unë atyre, jo se bëra unë i faj në këtë rast, por sepse sot u bën objekt i një sulmi tipik të Knetës, se te Kneta, kur bën si buf, je qëndrestar. Kur në një moment dukesh njeri, je i lidhur me bandat dhe i shitur. Kështu që më vjen keq, por nuk ka asgjë në fakt për të ardhur keq. Atyre s'duhet ju vi keq, thjesht ata duhet të ndjejnë keqardhje për atë katandi të asaj force politike që lindi si forca e shpresës dhe sot është bërë llumi i Knetës. Dhe e treta, unë kam shumë rezerva për Partinë Socialiste të Vlorës. Ky nuk është sekret. E kam ndarë këtë gjë vazhdimisht me kë kam mundur këtu. Unë kam besuar dhe besoj që pengesa jonë për të marrë atë që ne mund të marrim nga vlonjatët, nga qytetarët e Vlorës, për ato që kemi bërë dhe për ato që do të bëjmë, pavarësisht metave gabimeve, pengesa jonë nuk është dhe nuk ka qenë ndonjëherë kundërshtari që kemi pas tu, ka qenë Partia Socialiste e Vlorës. Unë kështu besoj. Dhe kur them Partia Socialiste, jo antarësia, por një grup njerëzish që kanë qenë gjithmonë të aftë të bëjnë vetëm një gjë, ta mbyllin partinë dhe t'i thonë gjithë Vlorës që leje se shtot Edi Rama në televizor, këtu jemi ne. Dhe dje jam ndjerë shumë keq, kur kam dëgjuar nga disa nga ata të rinjt, se si
ata janë ndjerë në raport me përfaqësuesit tanë këtu. Këta deputet që janë sot në listë dhe që do nesër në parlament, nuk do jenë dhe nuk duhet jenë kur deputetët e PS-s vetëm për antarët e PS-s këtu, po duhet jenë deputetët e Vlorës për Vlorën dhe për të gjithë vlonjanët. Dhe Vlora është shumë e vogël, është shumë e vogël për t'i lejuar vetes një luks absurd që të gjithë njerëzit që duhen për të kontribuar t'i shëmtojmë në një anë. Ne duhet të jemi të zot që njerëzit më të mirë, profesionistët më të mirë, njerëzit më të përkushtuar, ata që duan të punojnë për Vlorën, ata që duan të punojnë për qarkun e Vlorës, ata që duan të punojnë në Shqipërinë, ta kenë një mundësi pavarësisht se çfarë bindjesh kanë. Kjo duhet jetë Partia Socialiste. Që një forcë, një familje që të ketë kurajon dhe të ketë angazhimin që çdo vajzë, çdo djalë në këtë qytet ta shohin sy edhe të mos e privoj nga ajo që meriton dhe gjithmonë të mos e privoj nga një gjë shumë e thjeshtë që çdo qenie njerëzore që është qytetar i këtij qyteti, i këtij qarku e meriton, respektin. Le të shkojnë të bëjnë çfarë do duan. Eksakt. Siç sapo e konfirmoi dhe Zogu që Fishkëlleu, eksakt. Se e kam kuptuar me vonesë që kjo fishkëllime e gjatë në Vlorë nuk është kështu nervozizëm, është erotizëm. E sakt. Është dashuri, është pasion, është erotizëm politik. Shumë mirë. Pra, ne këtu jemi dhe më vjen shumë mirë që jeni këtu sot dhe unë dëshiroj dhe uroj dhe shpresoj që gjithë ata që janë këtu sot të bëhen zëdhënësit e kësaj fryme, e frymës që mishëron kjo skuadër, një skuadër e përzier, imagjinoni, e kishit imagjinuar ndonjëherë juve që të shikonit ku është? Të shikonit shtrigën e Vlorës këtu, Bruna Mersilin, në një podium me shtrigën e Çadrës Jagusht. Njëra ajo i ka lyer flokët për fushat, po ajo i ka të zeza. Një e zezë, një e bardhë, të dyja bashkë këtu, kjo është Partia e Re Socialiste që ne duam për Vlorën. Dhe ju falenderoj shumë, sinqerisht falenderoj në radhë para ata që qëndruan në këmbë, po, faleminderit, po. Edhe deri në 11 maj, deri në 11 maj, ti që bën këtë fishkëllimin e gjatë, do t'ja bësh në vesh këtë fishkëllimën çdo kujt që është i lëkundur, dakor? Shumë faleminderit.